Gati? Le të fillojmë direkt me këtë analizë, ku do të zbërthejmë disa nga parimet më të forta të sjelljes njerëzore. Dhe sinqerisht, kjo është absolutisht jetike për çdo që punon në një mjedis me rrezik të lartë dhe emocionet e forta. Imagjinoni dysheme në një kazinoje, apo jo, gjithçka aty bazohet në një të vërtet universale. Njerëzit janë në thelb krijese të emocioneve, jo të logjikës. Pra cila është saktësisht ajo forcë e padukshme që i shtyn njerëzit të veprojnë? Pse ata vinë për të luajtur? Pse ndonjëherë reagojnë në mënyrë të egzageruar kur janë në stres? Le të shohim se çfarë thonë filozofët dhe psikologët për atë dëshirë të thellë që fle brenda secilit prej nesh. Sigmund Freud thoshte se është dëshira për të qenë i madh, por filozofi amerikan John Dewey e goditi në shenjë kur e quajti thjesht dëshira për të qenë i rëndësishëm. Është fjalë për fjalë një uri pothuajse e njëjtë me atë për ushqim apo gjumë. Mendojeni pak në një tavolinë loje. Çdo klient që ulet aty, pavarësisht sa luan, dëshiron pikërisht këtë, të ndihet si një lojtar VIP, vërtet i rëndësishëm dhe thellësisht i vlerësuar. Dhe kjo e shpjegon kaq bukur të gjithë situatën. I vetmi ndryshim, domethënës, midis një filantropi të madh si Rockefeller dhe një grabit si famkeq bankash si Dillinger, është thjesht mënyra se si ata zgjodhen ta ushqejnë atë nevojë të çmendur për rëndësi. Motivimi bazë, ajo shtytja për të qenë dikush, është i stampuar në ADN-n e të gjithëve. Por, këto vjen pjesa vërtet e çuditshme. Edhe kriminal si Al Capone apo Two Gun Crowley, të cilët bën gjëra të tmerrshme, kur nuk e fajsuan veten. Përkundrazi, e shihnin veten si mirëbërës që bota nuk i kuptonte, dhe ja si lidhet kjo me jetën tonë të përditshme. Njerëzit rrallë kritikojnë veten. Kur një klient i kazinos bën një lëvizje të gabuar dhe humbet, ai pothuajse kurrë nuk thot faje im. Ata fajsojnë fatin, letrat apo edhe dilerin. Kjo na sjell te një nga rregullat më të rëndësishme që duhet mbajtur mend gjithmonë. Kritika është plotësisht e kotë. Siç e vërtetoi psikologu i njohur B.F. Skinner, ndëshkimi i sjelljes thjesht i demoralizon njerëzit dhe i bën ata të mbrohen me çdo kusht. Për stafin e një kazinoje, kjo është e padiskutueshme. Të kritikosh një klient për një bast apo t'i bërtasësh një kolegu për një gabim nuk funksionon kurrë, thjesht krijon një pakënaqësi që zgjat. Një shembull fantastik i këtij evolucioni është vetë Abraham Lincoln. Herët në jetë, ai shkruante letra kaq fyse sa që gati përfundoi në një duel vdekje prurës me shpata. Por më vonë, kur generali i tij bëri një gabim fatal gjatë luftës, Lincoln e bajti inatin. Ai shkroi një letër shkatruese dhe thjesht nuk e dërgoi kurrë. Një leksion absolut i vetkontrollit për ato situata ku presioni është në maksimum. Dhe kjo lloj qasje je ndërton një besim të jashtëzakonshëm. Edhe sot, imagjinoni pilotin testues Bob Hoover, i cili për pak humbi jetën nga një gabim amator i mekanikut të tij. Në vend që të shpërthente apo ta pushonte nga puna, ai e kapi prej supi mekanikun që po qante dhe i tha ti shërbente avionit të tij përsëri të nesërmen. Kjo tregon një besim të verbër. Mund ta imagjinojmë lehtësisht se si kjo qasje transformon menaxhimin në një dysheme kazinoje, kur ndodhin gabime njerëzore pas një qëllim të keq. Tani, duke kaluar nga shmangja e kritikës tek arti i bindjes, shikoni pak këtë. Ralph Waldo Emerson dikur u përpoq me të gjitha forcat ta shtynte një viç kokfort në hambar, thjesht sepse këtë donte ai. Ndërkohë, një shërbëtore vjen aty, e kupton situatën, e lë viçin të rrthith gishtin e saj dhe e drejton butësisht brenda. E kuptoni idenë? Çelësi i suksesit nuk është ajo çfarë duam ne, por të shohim se çfarë dëshiron me të vërtet pala tjetër. Dhe ja ku kemi këtë numër marra mendës. Ky është totali i pasurisë që duroi Andrew Carnegie. Ai e dinte saktësisht se e vetmja mënyrë për të ndikuar te njerëzit është të flasësh për atë që ata duan. Një herë ai fitoi një bast me miqt vetëm duke u shkruar një letër nipër vetë të tij, ku thoshte kalimthi se kishte futur $5 brenda, por sigurisht pa i futur fare. Fëmijët ju kthyen përgjigje menjëherë për t'i thënë që mungonin paratë. E gjitha ka të bëjë me ngjalljen e një dëshire. Një autor u përball me një rritje absurde prej 300% të qiras për një sallë hoteli. Çfarë bëri ai? Nuk u ankua, as nuk bërtiti, thjesht mori një letër, renditi me qetësi avantazhe dhe disavantazhe që do të kishte vetë hoteli nëse salla mbetej bosh, dhe ata e ulën qiran menjëherë në vetëm 50% të rritjes fillestare. Rregulli i art, flisni gjithmonë për atë që fiton pala tjetër. Është pak a shumë e njëjta gjë me atë djalin e vogël, Timin,
që bënte skenën duke qarë për të mos shkuar në kopsht. Prindrit nuk e qortuan as nuk e detyruan. Ata thjesht nisën të pikturonin me gishta në kuzhinë, duke u argëtuar kaq shumë sa që Timi ju lut t'u bashkohej, po ai e kuptoi se që ta bënte këtë si duhet, duhej të shkonte në kopsht. Në një mjedi si kazinoja, atmosfera është gjithçka. Vizitorët duan t'i bashkohen argëtimit natyrshëm, nuk duan të ndihen të drejtuar nga rregullat. Le të shohim botën e shitjeve për një moment. Kemi dy shitës që ofrojnë fiks të njëjtën policës sigurimi. John dyfishoi mbulimin e klientëve të tij, thjesht sepse entuziazmi i tij ishte shpërthyes, ndërsa Karl dështoi plotësisht sepse foli pas një lloj interesi. Është po aq e vërtet kudo. Entuziazmi i vërtet i një krupieri apo i një mikpritësi ngjitet si magji. Ai e kthen një mbrëmje normale të klientëve në një përvojë të paharrueshme. Pra këto janë 3 rregullat e arta, spirancat tona. 1. Mos kritikoni dhe mos u ankoni. 2. Jepni vlerësim të sinqert. Dhe 3. Zgjoni tek të tjerët një dëshirë të fortë. Këto shërbejnë sigur themeli për të siguruar që çdo ndërveprim, sidomos me ata mysafirët më kërkues, të jetë diçka që ka vlerë për të dyja palët, jo thjesht një procedurë mekanike. Tani, e dini se çfarë duhet për t'i bërë njerëzit që pëlqejnë? Kemi një të dhënë paksa të çmendur këtu. Një studim i vjetër i një kompanie telefonike zbuloi se në vetëm 500 biseda të zakonshme, për emri unë, u përdor saktësisht 3900 herë. E kuptoni? Kjo e provon katërcipërisht se njerëzit, në fund të ditës, janë kryesisht të interesuar vetëm për veten e tyre. Dhe kjo e shpjegon kaq bukur pse Alfred Adler, një nga psikologët më të njohur, paralajmëroi se po nuk u interesove vërtet për të tjerët, thjesht po ecën drejt dështimit. Kur një antar i stafit në një kazino tregon interes të sinqert për vizitorët, duke i dëgjuar apo thjesht duke u treguar vëmendje, nuk po ofron më thjesht shërbim teknik, ai po ndërton besnikëri dhe ura lidhse. Një nga shembujt më të mirë praktik është mjeshtri i iluzionit Howard Thurston. Ai nuk e shihte audiencën e tij si naiv që kishin ardhur për t'u mashtruar. Përkundrazi, ai përsërishte pafundësisht me vete: "Unë e dua audiencën time." Para se dilte në sken, çdo natë. Kjo mirënjohje e bëri atë milioner. Mendojeni çdo turm pune sikur është një performancë. Mysafirët janë audienca juaj dhe ata duhet ta ndjejnë atë dashamirësi. Edhe gjëja më e vogël bën diferencën. Shihni Edward Sykes. Ai arriti të shpëtojë dhe të mbajë një llogari jashtëzakonisht fitimprurse të një farmacie për të vetmen arsye se ai ishte absolutisht i vetmi shitës që mori mundimin të përshëndeste dhe të fliste me atë në punësin e ri që shërbente te makina e pjeve. Të gjithë e shpërfillnin. Çdo person ka rëndësi, pa përjashtim. Madje, ndikimi i një interesi të tillë të sinqert mund të mbahet mend gjithë jetën. Në një spital, një studente infermiere la çdo gjë dhe kaloi gjithë mbrëmjen e falënderimeve duke luajtur lojra dhe duke ndarë darkën e saj me një djalë 10 vjeç, i cili po qante nga frika në pritje të operacionit. Mirësia e vërtet, sado e vogël të duket në atë moment, lë një shenjë të pashlyeshme. Tani, kalojmë tek një tjetër mjet magjik për të krijuar lidhje, diçka që nuk kërkon asnjë fjalë të vetme, por tregon menjëherë se sa mikpritës jeni. Është një aftësi që çdo antar stafi duhet ta zotrojë verbërisht. Është as më shumë e as më pak se sa një buzëqeshje e sinqert. Jo nga ato të rremet, por ajo që thellë thot, jam me të vërtet i gëzuar që të shoh. Kjo buzëqeshje e bëri industrialistin Charles Schwab të fitonte miliona. Kjo është pikërisht arsyeja pse i duam aq shumë qend. Ata fluturojnë nga gëzimi sapo na shohin. Ajo ndjesi ngrohtësie e mirësardhjes thjesht nuk mund të paguhet. Dhe më besoni, kjo mund të zbusë çdo lloj tensioni. Në një dhëmë pritje e veterinari ku ishin të gjithë të stresuar, të inatosur e të heshtur, hyrja e një foshnje 9 muajshe që i buzëqeshi një zotërie e ndryshoi menjëherë atmosferën. Njerëzit nisën të flisnin me njëri tjetrin. Imagjinoni sa shumë mund të qetësoj situatën një buzëqeshje nga dileri kur gjërat në një tavolinë bëhen paksa shumë intensive. Pjesa më e bukur është se funksionon edhe sikur të jeni në ditën tuaj më të keqe. Një agent burse shumë i zymt, William Steinhardt, bëri një pakt me veten të buzëqeshte me zor për një javë rresht, ndaj kujdo. Cili ishte rezultati? Një martesë shumë e lumtur, marrëdhënie perfekte në zyrë, e madje edhe të ardhura më të larta. Veprimi në fakt nxit nga e para emocionin e duhur. Kjo fjalë e urtë e vjetër kineze e përmbledh shkëlqyeshëm. Një njeri pa një fytyrë të buzëqeshur nuk duhet të hap një dyqan.
as që bëhet fjalë. Ky është rregulli numër 1. Një qëndrim i drejtë mendor, i mbushur me gjallëri dhe energji të mirë, është absolutisht jetik për çdo që qëndron ballë me mysafërët çdo ditë. Pra teksa i afrohemi fundit të këtij shpjegimi, le të sfidojmë veten. Duke lënë mënjan ato reflekset tona natyrore për të ankuar apo për të drejtuar gishtin, çfarë do të bëjmë ndryshe herën tjetër? Si mund të përdorim pak më shumë ndjeshmëri, pak më shumë interes të vërtetë dhe atë buzëqeshjen e sinqertë për t'i bërë mysafirët jo vetëm të qetësohen, por të duan të kthehen sërish? Fuqia për t'i transformuar këto ndërveprime është tërësisht e jona.